Përshëndetje, sot po e përgatisim një ëmbëlsirë shumë të mirë të shishme që shkrihet në gojë. Tatli që ja vlen me provu bëhet pavarësisht si sheqerparja e shkrift, e mirë, e shishme me pak përbërës. Fillojmë me përgatitë të parën shërbetin. Për shërbetin na nevojiten 3 gota me sheqer. Gota do t'i përdorim të njëjtat. Shtojmë ujin, 2 gota e gjys me ujë ose 500 ml ujë. Një fet limoni ose e shtrydhni një lugë të gjellës me lëng limoni. Tash po vazhdoj edhe po e përzim pak që të filloj edhe të tretet sheqeri, mandej do ta la kështu të vloj për 10 minuta. Pra e lajmë në temperaturë mesatare me vlu për 10 minuta, pastaj shërbetin do ta lëm që të ftohet. Tash po vazhdoj me përgatit brumin. Për brumin na nevojitet gjalp ose margarin 125 gram, një gotë sheqer pluhur, një gotë e çajit me gris ose semolina, varet si mund ta gjeni. Tash këtu shtojmë një pako pluhur për pjekje, një sheqer vanile, do me thonë një pako me pluhur për pjekurina, edhe një pako me sheqer vanilje, një vezë të plot, një gotë të çajit me arra të bluara sa më imët. Edhe miell do të përdori për recetën 2 gota, por miellin gjithmonë do ta shtoni gradualisht nga pak duke e formuar brumin. Duke e formu brumin e shikoni sa miell po ju shkon për me përgatit këtë ëmbëlsirë shumë të shishme. Shtojmë pra tash gotën e dytë nga pak, mundet me ju shku edhe ma shumë se 2 gota, ndoshta mvaret nga vezat që keni me përdor. Nëse është pak më e madhe, normal ju shkon miell pak më shumë. Prandaj thash gotën e dytë do ta hedhni nga pak derisa t'ju formohet brumi. Brumi nuk duhet me qenë i fortë, por një brum i butë. Edhe tash këtu po e shikojmë brumi është formu. Tash do fillojmë edhe ta ndajmë në pjesë më të vogla. Kështu do t'i formojmë edhe kulaçat për ëmbëlsirën e sodit. Vazhdojmë brumin e ndajmë në 15 pjesë të barabarta, ku nga secila pjesë kena formu nga një kulaç. Mundohemi që t'i bëjmë paravorësisht të barabarta. Formojmë pra toptha të vegjël. Pasi të përfundojmë, atëherë i japim formë. Tatlijës mund t'i japim formën e rumbullakët, por mund t'i jepni edhe këtë formën këtu që po e shikoni në video. Pra t'i bëni këto kuleç pak më të gjatë. Pra formën mund t'a bëni sipas dëshirës, mandej me thikë ja bëjmë kështu. Edhe i vendojmë në tepsi. Tepsien do t'a lyeni me pak gjalp ose me pak margarin. Do t'i vendosim në tepsi, kështu një nga një. Furrën e shporetit duhet ta nxjerrni në temperaturë 180 gradë. Para se me shti me pjek tatlian pra në 180 gradë. Edhe tash vazhdojmë kështu derisa të përfundojmë me krejt brumin. Pasi që i kemi gati, do t'i shtim në furrë që t'i pjekim në 180 gradë për 20 deri në 25 minuta. Por gjithmonë duke e kontrolluar që mos t'ju digjet. Pasi që është pjekur, do t'a la për 2 minuta me u ftofë, mandej ja hedhim shërbetin. Pra, shërbetin e kam lanë mu ftofë derisa është pjekur edhe tatlia. Tash ja hedhim shërbetin, e ftoftë, por tatlia është e nxehtë, pra e lash 2 minuta që të ftohet vetëm pak, jo shumë. Ja hedhim shërbetin,
e pastaj me njëherë do ta mbulojmë edhe e lajmë kështu që ta pi shërbetin, ngadal, pastaj e lëni në frigorifer që të ftohet, e pasi që t'jetë ftohur, pra thash mos harroni me mbulu, pasi t'ja hedhni shërbetin, edhe pasi që është ftohur, tash do ta shikojmë edhe si është bërë ëmbëlsira për sot. Një recetë që duhet ta shënoni në fletore, pra bëhet e mirë e shishme, është ideale për mysafir, shkrihet në gojë, provone sepse ka pak përbërës, ja vlen me provu edhe për veti, por edhe për mysafir. Është shumë e mirë. Na bëft mirë, provoni recetën, pastaj na shkruani në koment si është bërë kjo recetë. Mirëmbëjtje.